Domethënë vetë Trumpit për t'i dërguar këtë lloj mesazhi. Tash të merresh dhe ta bësh se bëri një lapsus si presidenti botës. Presidenti, domethënë që ka gjithë lëvizjet e botës, pse bëri një lapsus të tillë, nuk ka absolutisht asgjë të keqe. Sepse nuk është një president i cili rri gjithë ditën kupull si Beromion, ky kapteri që kemi ne këtu. Edhe pse bëri këtë lapsus. Ai lëviz në gjithë kohën. Ka të gjithë shtetet e botës në takime, në njërën tjetrën, në lëvizje që po bëhen. Dhe situata në botë nuk është në situatë e qetë, që theme si bëri këtë. Po ky e bëri Kastile. Tash ky është me urdhër, ky e ka bërë me urdhër të Kabalës këtë deklaratë. Nuk e ka bërë në kokën e tij, nuk e bëri në kokën e tij. Thash po tishe se e bënte para një jave, hajde dhe se po themi e bëri atje. Po e bëri pikërisht në atë moment kur qeveria amerikane u bllokua. Dhe si është e mundme që të gjithë mediat në Amerikë, sidomos mediat e majta, dhe gjithë e majta u hodhën sulm për këtë lloj deklaratë, qoftë kjo ishte një shaka, qoftë do ta marrim sipas këtij, apo keq interpretim, vetëm keq interpretim nuk kishte aty. Jo, ka bërë dy herë si deklaratë. E kuptoj, ajo vetëm keq interpretim nuk kishte. Po. Domethënë kjo ishte domethënë më hapët, më qartë se ky e bëri dhe i deklaratë para kur në mandatin e parë Trumpit, kur tha fitoria e Trumpit tha është fatkeqësi për Amerikën edhe botën dhe prish marrëdhëniet me Shqipërinë. Se Shqipëria ka marrëdhënie shumë mira. E kupton? Se ne jemi një vend që prodhojmë, bëjmë, kemi një ekonomi, kemi një ushtri, ne s'kemi asgjë. E ky vend që nuk ka asgjë, që vendi më i varfër në botë, vendi me korrupsion më të madh në botë, vendi që është kthyer pik trafiku në botë, edhe Trumpi ka rrezik ta ketë të fiksuar emrin e Shqipërisë. Pikërisht për këtë trafik droge, se i ka shpall luftë drogës ndërkombëtare. Si ka mundësi? Atëherë ky vend që edhe në raportet e Departamentit të Shtetit është i shkruar, edhe në 2025 e ke. Vendi ku pastrohen parat, vendet e krimit, vendet kanë krijuar grupet e krimit, të drogës, komandojnë drogën. Thash, jo pa qëllim, e përmenda dhe kryeministrin, e cila nuk e bëhet, tha, Shqipëria, vendi ku ka kap drogën dhe krimin. E si se Trumpi nuk që ka fiksu kjo, pse ka të arrujë Armenia me Shqipërinë, po keq fort. Se qa u bë? Po kjo ishte e sajuar, e bërë, e stisur mjaft mirë në kalatët e Sorosit dhe i dhënë këtij për të bërë këtë deklaraci që a dhanë deklaratën për ta lexuar, se Sorosi a dha edhe në atë kohë. Deklaratën për ta lexuar në CNN, që Trumpi ishte fatkeqësi e botës, kështu ja dhanë edhe kësaj radhe. Po. Unë ju thash, mbledhja e Kabalës nuk u bë dasma e Aleksit, u bë për caktuar këtë njeri, dhe ky njeri është i caktuar. Dhe nëse do goditet Sorosi jashtë territorit të Amerikës, Shqipëria është qerdhe e Sorosit. E gjithë politika shqiptare është ka për këtë Sorosi. Sorosi ka ngritur qerdhe këtu. Tash duhet ta pranojmë. Sepse është fakt, jo se dua unë ta them, po është fakt. Ne jemi vendi që kemi Sorosin kushtetutë, që nuk e ka asnjë vend tjetër i botës. E kemi bërë institucion Sorosin në Shqipëri. Duhet ta kuptojnë gjithë. Ne Sorosin e kemi bërë institucion në Shqipëri. Po si është e mundme? Një vend i tillë bë ka Sorosin institucion dhe mos i ngeli menja Trumpit ke kjo, po. Zoti Merkoçi, ju pak a shumë e përmendët pjesën e fotos Edi Ramës me Charles McGonigal, ku mendohet se i përket atij viti kur Charles McGonigal ka vizituar kryeministrin Edi Rama në kryeministri. Nxjerrja e kësaj fotoje tashmë një ditë pas deklaratës së Ramës nga ana ish këshilltarit të Donald Trump, çfarë tregon në vetvete? Ka një sinjal nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës se masat apo sanksionet që mund ndërmerren ndaj kryeministrit Edi Rama janë gjithnjë edhe më të afërta?
Unë jo pa qëllime u thash në fillim që ata nuk u përgjigjen me deklaratë zyrtare, nuk u përgjigjen as me intervista, as Trumpi vet nuk foli fare. Problemi ishte se në një moment të caktuar, pra një ditë pas asaj deklarate, dhe biles po ta ndiqni me vëmendje, ka qenë një gazetë e cila i kërkoi, një gazetë e madhe, domethënë me reputacion, që i kërkoi Trumpit të përnocohej për sa i përket deklaratës që bëri kryeministri i Shqipërisë, dhe në këtë moment ata nxorën foton e Ramës me Gonigalin në zyrën e Ramës. Thash, kjo është lëvizje diplomatike, më shumë se sa politike, është një lëvizje diplomatike për të treguar sinjalin që ky njeri është në fokus dhe ky njeri ka një dosje të hapur, sepse me Gonigali thash ka dosjen e hapur tashmë, jo më për vjedhje siç e trumpetojnë këta, po për sigurinë kombëtare të Amerikës. Dhe të jeni të bindur që për sigurinë kombëtare të Amerikës, amerikanët nuk falin. Kushdo të jetë president, për sa i përket sigurisë kombëtare, ata janë tepër sensibil. Në këtë pikë ata nuk të falin. Dhe në këtë lloj dosje është edhe emri i Ramës, sepse është fakt i vërtetuar që Rama me Gonigalin jo vetëm ka qenë në Shqipëri, takohet në Shqipëri, jo vetëm që i ka dhënë edhe titull qytetar në deri të Kukësit, por ka qenë edhe jashtë territorit të Shqipërisë në takime që ka bërë. Prandaj janë kërkuar edhe fluturimet e Ramës ku kanë qenë, ku kanë bërë FBI-ja pikërisht për këtë punë, po heton për fluturimet e tij, nuk po heton për gjë tjetër. Dhe kjo dihet tashmë që unë kur ja pata thënë në fillim që Raman mos e shihni se ka një lidhje me një organizatë kineze, dhe doli që pas ka lidhje edhe me organizatën kineze. Unë u shpjegova, ja u kam shpjeguar në një emision tjetër, më duket juve, që Rama ka ngritur një kompani në Francë, dhe nga Franca kanë shku direkt në Amerikë, dhe pikërisht u bë pikërisht po me Macron, sepse dihet që Franca është e majtë, Franca aty janë të gjithë. Aty janë të grumbulluar gjithë, me Rothschilda, me Soros, me dreqit birë, aty janë mbledhur. Është mëma e smajtës. Franca është mëma e smajtës. Prandaj edhe këta që janë në Shqipëri, po t'i vesh re, gjithë nga Franca kanë ardhur. Po. Tashin gjithë në Francë kanë bota. Edhe në kohë diktaturës, i vetmi vend që shkohesh, i vetmi vend që bëhesh, i vetmi vend ku botoheshin librat, veprat e MV dhe veprat e Kadares ka qenë Franca. Në shtëpi botuese botoheshin si të njëri dhe tjetri. Me lekë të shqiptarëve patjetër, por aty botoheshin. Pra Franca ka qenë dhe mbetet një nga vendet të cilat përkrah të majtën në mënyrë ekstreme. Lufta që bëhet me Le Pen është një luftë shumë e ashpër. Sa vjet ka Le Pen që rri aty dhe nuk po mundet. Pse se aty janë mbledhur të gjithë. Dhe Franca është vend i smajtës. A ne na kanë ardhur gjithë këqijat nga Franca na kanë ardhur. Unë kam thënë që në 95 kur kam bërë artikull atëherë. Franca është nëna e këqijave për Shqipërinë. S'na kanë dashur ndonjëherë të mirë. Kanë marrë gjithmonë serbët kanë marrë ata. S'kan mbrojtur ndonjëherë ne. Ne jemi në vitet e Francës, sepse kemi qenë gjithmonë në politikën e të majtës. S'kemi pas të djathtë. Dhe s'kemi akoma. Kështu që ajo foto ishte lëvizje diplomatike, përgjigje diplomatike e Trumpit apo e stafit tij. S'ka rëndësi. Por ishte një lëvizje që doli pikërisht se po të isha ashtu mund ta kishim botuar edhe më përpara të foto. Po botu pikërisht atë ditë. Si përgjigje pas i kërkum një prononcim Trumpin nga gazeta, ai nxori foto. Përgjigje më të bukur s'kishte ku shkonte më. Përgjigje diplomatike. Nuk janë si këta tonetar. Apo si ky, se kush e dha përgjigjen atë lëpirin që bëri ky më pas, as i gazetë, as i media, as i televizioni huaj nuk e dha. Po gjithu mborën me atë deklaratë që bëri ky. Kaq. Përgjigja unë thash do jetë një përgjigje fort. Nuk e di, burgun ku do e bëjnë, në Shqipëri apo në Amerikë, nuk e di. Mase duket pak çudi, po
nuk të falin ata për sa i përket çështjes kombëtare të tyre. Po prek interesat e Amerikës, je i marrum. Edhe ky e di shumë mirë, ky shkoj të strahohet ke Sorosi, s'ka vend tjetër se ku shkon. Edhe ai si bë modermoz, edhe ai është vetë në hetim.